Avokatia që i bën kryeministri në intervistat e tij Ramaduro për faqësuesve të organizatës narkoterroriste Sinaloa, duke i quajtur një familje të ndershme e tjerë, duke mohuar çdo implikim të tyre, duke bërë avokatin e tyre. Pra, nuk po hyj të ndalem në institucionet tjera, ku kreun e grupit parlamentar të Partisë Socialiste udhëheq përfaqësuesi i Sinaloas të Elbasanit, i kartelit të Elbasanit, ku ministrat i ka emëruar karteli Troplin i Durrësit, ku 28 deputet në parlament kanë ardhur direkt të mbështetur nga kartelet, ku gjykatës dhe prokuror kanë me qindra kilometra biseda dhe mesazhe me eksponent të krimit organizuar, ku vetë Proda jo besohet, por pranohet nga të gjithë se është i emëruar nga Suel Çela, drejtori i përgjithshëm i policisë. Meqense jemi në definicionin e narkoshtetit. Pra, të më thot kush, më thanë këtu një ditë mua gazetarët, më përmendën avokatën e popullit. Në qoftë se kreu i institucionit nuk ka lidhje, jo dorën, pa as gishtin në zjarr nuk mund ta vesh për atë institucion ti. Ai që më pyeti mua. Nuk ka vend që ata të mos kenë përfaqësues të tyre. Kushti pra i penetrimit të përfaqësuesve apo të parave të karteleve në administratë. Po kushti i dytë më dramatik është ai ekonomisë. Ekonomia shqiptare sot është ekonomi që dominohet në sektor kryesor, sektorin ku investon droga. Sektorin ku investon droga. Kjo ekonomi, apo në Shqipëri, për shkak të narko-eurove dhe narko-dollarve, pra, dollarve dhe eurove të klaneve kriminale të drogës, që futën në Shqipëri nga toka, deti dhe ajri, në sasirat pa llogaritshme. Eksporti është vlerësuar në mënyrë substanciale euro dhe dollari në kursin e përgjithshëm. Është vlerësuar me 30-35%. 30-35%. Ky vlerësim i ka dhënë një goditje fatale sektorit të eksporteve të vendit, i cili bie psonrënje 2 shifrore nga viti në vit. Çka do të thotë mbyllje mira normale të eksportit dhe çpunësimi masiv i shqiptarëve. Ju rikujtoj se për të justifikuar këtë dramë të madhe të qytetarëve shqiptarë të mira, të 10 mira, dhe në mos mbi 100.000 që humbisin vende punës, Edi Rama quante industrinë e eksportit një industri të botës së tretë, e cila nuk ka pse të ekzistojë në Shqipëri. Por
por narko-euro dhe narko-dolar kanë zhvlerësuar me 35%. Çdo euro dhe dolar që vjen për familjes shqiptare nga familjarë dhe të afërmit e tyre jashtë vendi. Narko-euro dhe narko-dolarët kanë shkaktuar rënjen në recesion të prodhimit industrial për shkak goditjes madhe të eksportit, rënjen të madhe të prodhimit bujqësor. Ekonomia shqiptare sot ka 2 shtylla kryesore. Ndërtimin më kryesor, i cili është rezultat i investimit të miliardave të fondeve të drogës nga kartelet e drogës. Shqipëria, si narkoshteti i parë dhe i vetëm në Europë, sipas Eurostat, ka tregues të ndërtimit 3 herë më të lartë se në Europë. Jashtë të gjitha nevojave për ndërtime në këtë vend, që ka humbur 700-800.000 banorë, mos 1 milion, gjatë 10 viteve të fundit në emigracion. Pra, goditje të madhe ka marrë turizmi për shkak të zhvlerësimit të euros dhe dollarit dhe për shkak të largimit masiv të shqiptarëve nga Shqipëria. Ata të cilët mohojnë ekzistencën e narkoshtetit. Kemi dëgjuar konferencën për shtyp të kryetarit Partisë Demokratike Sali Berisha, ku ndër të tjera është fokusuar tek lajmi që është bërë publik një ditë më parë, teksa biznesmeni luftar Hysa shpall një person non grata nga thesari në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe Sali Berisha në këtë komunikim me mediat sot, në këtë konferencë për shtyp, ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se ka lidhje me klanin Sinaloa dhe me biznesmenin luftar Hysa. Shkëputemi për një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak.